friends, welcome back and happy Wednesday. Today is August 12th. Another vlog. Ja ku jemi këtu dhe ja ku I kemi prej flokët. Kur I kemi prej flokët, më duket të hënën apo të martën. Yesterday, no. Po, edhe kështu që është shumë nxehtë jashtë. Edhe është shumë nxehtë today, edhe kemi fillu me august shumë nxehtë dhe kështu që ja ku jemi këtu edhe po dojmë me dalën. Sot do të shkojmë të shohim diçka për fall, tek qyrim se si është, a ka fillu fall, edhe kështu që do t'ju tregojmë fleta, do t'ju tregojmë diçka tjetër dhe pa humbur kohë. Jam vetë në shtëpi. Dhe kështu të shohim ngroti vera së bashku me vjeshtën e përzier. Jemi duke bërë ujë dielli me diellin e mëngjesit, do të thotë duke vendosur një kavanoz me ujë dhe duke lënë në dritën e diellit për disa orë apo për një orë, dhe unë I kam vendosur për mi këtë diellin këtu që të jep energjinë pozitive të diellit, të ngrohet nga rrezet e diellit, dhe kështu që kemi ujë dielli, kështu dhe shiko, po bëjmë ujë dielli. Unë kam punuar pakës tani për t'i rregulluar të gjitha ato të tjerat letrat të cilat ishin për këtu dhe I kam përfunduar të gjitha, tani dua t'ju tregoj edhe të shohim se si I kam bërë. Shiko, pumpkin tim këtu e kam lënën, vetëm tani kam filluar këtu, edhe shiko, këtu e kam përfundu, e kam vendosën, sidomos edhe këtu, edhe këtu, shiko, vetëm I kam përfunduar, këtu I kam përfunduar dhe e kam përfunduar. Ati du me thonë këtu që ishin me të portokalt, vetëm I kam përfunduar, I kam lënë, shiko se sa bukur, sa mirë jam bërë, fantastike kështu, edhe qëtu e kom vendosur qëtë vaznën, dhe I kom nxjerrë qëtu lule qëtu, dhe qëtu ishin konë që aty, vetëm I kam lënë qëtu që tashti një herë, edhe tani pastaj fillojmë little bit, mas pari me largu këtu, mas ne me bo dekor, me largu këtu, me bo dekor, me largu këtu, e kështu të me radhë. Shko se sa bukur, po rrim fantastike, këto kolori shumë I mirë, shumë I bukur dhe po rrim shumë mirë. Unë nuk ju kam tregu këta që e kam vendos këtu, shiko këta e kam vendos këtu edhe po rrim bukur, fantastike këtu, si dhe I get it new decor pumpkin patch, dhe shiko se këko këtu te dera dhe fantastike, po duket kështu dhe shiko mirë. Por kjo këtu dhe këtu asë nuk kam njëherë, të shohim sa do të kemi edhe që kjo qëtu. Jam këtu afër lumit edhe shiko se mora një picë për të ngrënë, pizza për today, edhe të shohim, më pëlqen shumë, të shohim sa është e këndshme, sa është e mirë, edhe të shkojmë apet të marrim.
Tani jam në parkun e qytetit dhe ka fillu si duket smogu, edhe pse nga një shtatori. Era po fryen dhe shko gjethet po pijen. Kjo është rezultatet e para se ka filluar vjeshta. Oh my god. Shiko gjithandi ka gjithë. Dhe kjo është rezultati që ka prodhu. Shiko. Është sa shumë kemi gjithë të cilat vetëm kanë filluar të pijen. Shiko. Wow. Është dhe janë gjithet e para të fletave të cilat vetëm Ira po i rëzën. Shiko, kemi gjithandi. Kemi qëto qështu si të qelë për ta greeni. The Green Street. Which Green Street? Shiko, kemi këtu edhe drosa. Edhe këtu. Shiko. Si ka fillu vjeshta. Gjethet e para për të rësuar. Ishim të uje. Kemi këtu edhe flower. Shiko. Sa bukur. Kemi këtu një shtok. Shiko sa interesant. Sa e mirë. Ka tala këtu. Paka shumë po meditojmë dhe jemi duke u qetësuar. Se që është erë smoku apo është erë summer rain. Ja ku jam tani këtu tek parku i vogël, nga parku i madh tek i vogël apo tek parku jon këtu, i cili është edhe today Ira po fryn dhe kështu që jemi ullë për të pushuar. Sot nuk ka as pëllumba, as sora, as njerëz këtu. Në park kemi vetëm ne edhe Ira me gjethet e cilën po livrizin gjatë gjithë kohës. Ira
Të shohim sot koha e mirë shumë, shko e gjithë e kaltert, the blue sky, koha mirë, bile e kemi deri të hënën, të martën e kërkëm qysh tash për e këqyri apet, wow, shko, kana përshëndet. Koha mirë edhe të shohim që do të bëjmë sot është edhe nxënja e diellit nëpërmes hënës, hëna del në mes të diellit dhe të tokës. Nuk e di a do të mund të bëhet këtu, a do të mund ta shohim këtu atë pjesën e zënjes së diellit. Të shohim. Isha në qytet edhe tani erdha nga qyteti, edhe është nxehtë jashtë, edhe jam në park, edhe kështu që e kam edhe këto, kjo është dekori i parë që kisha, edhe të pim ujë sa ma tepër për me mundësu mos dehidrimin. Kam një libër këtu të cilën po du me lexu dhe po du me vazhdu te ligji i 4 jam këtu dhe tani po lexoj, po qetësona edhe po e kaloj kështu. Today eclipse of moon, edhe për atë arsye dhe kemi bërë një video të shohim apo shihet e ne apo jo dhe kështu. Shkoj kam edhe këto se sa e bukur është, me këto lulet këto fantastike dhe po vazhdo. Pra, tani pasi I lexuam pak dhe erdhëm në shtëpi dhe hëngrëm diçka, harrova mi kallëzu që kam ble new decor. This is normally decor, kafe, që kësë sa e mirë, kafe gnom, dhe kjo është normally decor, €2, ishte edhe shumë fantastike e bukur, dhe shiko se sa mirë dekor, do ta vendosin në kuzhinë, in kitchen decor, edhe I get it some little bit new pumpkin, që ka se sa e bukur, edhe zakonisht kja ka pas këtë një këse, por ja kanë largu si duket ja kanë nxjerr, dhe unë e vendosa që shiko, 2 pumpkin këtë dhe këto fantastike, kjo veç pak ma e madhe se kjo, dhe e vendosa që e lash dhe shiko se sa bukur, që tash pe marrë këtë dekor pe lu aty. Kafe, morning cafe, morning cafe gnome. Që ka se sa bukur. Shumë mirë. Pra, ju kom thonë që kemi një video në rast të eklipsit të diellit. Në fakt, tani tek ne do të vjen në ora 19:28 deri në ora 19:38, duket apo 45 derisa të perëndon. Kështu që jam I përgatitur për të bërë ujë, e cila nuk ndodh shumë shpesh, shumë rrallë mund të ndodh, por do ta bëjmë si simbolik për ta mbajtur ujë eklipsi diellor me 12 gusht 2026 për dritë, paqe, ekuilibër dhe fillime të mira. Këtë letër e kemi shkruar edhe këtu dhe do ta vendosim për mi kështu dhe do ta vendosim edhe diellin
afër aty për të parë një simbolik më të madhe dhe kuptim më të madh, kështu që ja ku po dojmë me bu, do ta lëm këtu në balkon edhe me një vend dhe do të presim të bëhet edhe eklipsi në momentin e dur. Në këto momente vetëm kemi hy në eklipsin diellor këtu në vendin tim, i cili zgjat jo shumë, nga ora 19:28 deri në orën 19:43, edhe aty ku është edhe përfundimi apo perëndimi i diellit. Për momentin është koha e eklipsit, por nuk po hetohet ndonjë gjë shumë. Ne vetëm e kemi vendos ritualin e ujit me diellin edhe letrën këtu dhe është duke qëndruar gjatë kohës së eklipsit edhe kjo ujë, domethënë një ujë i radh, ujë eklipsi i diellit. Edhe njëherë momenti kulmori bie në ora 19:40. Është vonë, jam jashtë këtu në balkon, edhe jam duke u marrë me vetëm kështu dhe po qetësona, po është nxehtë. Dhe kështu që brenda kam televizorin lshuar, dritën, isha duke mush telefonin, por thash të gjiroj edhe ta kry. Gushti shumë nxehtë. Edhe jashtë, kjo ishte dita e zënjes së diellit, apo që po thënë eklipsit të diellit, edhe jam i kënaqur që e kam bërë sot dhe të shohim. S'po t'i japi pëlqen flokët. Ma shkurt, ma thjesht. Edhe pak po shkoj po flaj, për shkak se është ora 12:30. Po thuaj se një natës. Kjo pra është edhe tëra, sa i përket edhe kësaj video që kemi përgatitur për sot. Gjithë ju që pëlqen videot mia, bëni like, bëni subscribe për më pa të që tha videot mia në kanalin tim në Lifestyle Channel. Bye bye and see you next video.